Do diskutojmë tani për zhvillimet gjeopolitike, lufta midis Izraelit dhe Iranit, armëpushimi njoftuar nga presidenti Donald Trump që rezultoi në orët e para i brisht, por njëkohësisht edhe samiti i NATO-s ku tema kryesore e diskutimeve është rritja e shpenzimeve në 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Mëgjërësisht do diskutojmë me zotin Ben Andoni, gazetar analist. Zoti Andoni, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe mirë se gjej. Ta nisim me armëpushimin midis Izraelit dhe Iranit njoftuar ditën e djeshme, mëngjesin në orët e para të ditës së djeshme nga presidenti amerikan Donald Trump. Si e cilësoni, është një armëpushim i brisht apo palët edhe për shkak të presionit amerikan do të arrin të kenë një paqe të paktën afatmesme, pse jo dhe afatgjatë? Jo, nuk e besoj që mund të jetë paqe afatgjatë. Për arsyën e vetme që në mënyrën se si u realizuar armëpushimi, në mënyrën se si u përcoll lufta dhe u përshkallëzua bombardimet e dy anshme, është e pamundur që ndërmjet të dy vendeve të ketë normalitet. Dhe duke pasur parasysh mungesën e informacionit të duhur, mënyrën se si sot vendoset në botë, jemi në një kohë hibridizimit të jashtëzakonshëm, ku vetëm një javë më përpara flitesh që do rrafshohesh Izraeli dhe do rrafshohesh Irani. Ndërkohë që sot kemi një teokrat që është prapë në postin e vet, një Iran i cili e ka festuar, një Iran i cili i lajmëron forcat amerikane për objektivat, dhe nga ana tjetër dhe një Izrael që sado që u mundua ta fusi zotin Trump në luftë, tashmë ka marrë fjalët e tij që të ketë kujdes sepse ka kaluar disa vjet kuqe. Pra me pak fjalë, po them që gjithçka po bëhet me anë të një lloj regjie, ku zoti Trump është më interesuar për pjesën e sondazheve dhe pjesën të themit të asaj që do të etiketoj vetes si peacemaker, sesa realisht një realitet i cili mund të lehtësoj botën e para nga projekti i disa viteve të Iranit për të pasuruar uraniumin, dhe nga ana tjetër në qetësimin e Izraelit, që ka kaluar çdo kufi tani dhe me ato që po bën, është afër një genocidi, për mos thënë që është genocidi që po bën ndaj Palestinës, po. Ndërkohë, zoti Andoni, sërish roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lindjen e mesme. Ju thatë që Irani sulmoi bazat amerikane, por duke i paralajmëruar fillimisht, pra në një farë mënyre mund të ishte ose u cilësua më saktë si një ofertë për armëpushim, një ofertë për paqe. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse shpesh herë është hedhur teza që lindja e mesme do të ishte një rajon më i mirë pa praninë e Shteteve të Bashkuara. Si mendoni? Besoj që duhet e vështirë që Shtetet e Bashkuara të largohen ose të imponohet largimi për shkak sepse Izraeli nga këtë tutje nuk ishte momente shumë të vështira. Paçka se Izraeli ka kaluar atë periudhën e marrëveshjeve abramaike, ku ka bërë marrëveshje dypalëshe, e dini, nga Arabia Saudite dhe me të gjithë vendet përreth, ku arrit një lloj paqësie, të themi relative. Izraeli vazhdon që të jetë para një problemi shumë të madh në mënyrën se si ata kanë vepruar në Palestinë. Po të shikosh hartat e fillimit të ekzistencës së bërjes së Izraelit me realitetin e shtetit të Izraelit, është një lloj paradoksi shumë i madh ku Palestina tani pothuajse nuk ekziston fare. Dhe hidhemi me të vërtetë në atë që thoni ju përsa i përket largimit amerikan. Është e pamundur të largohet Amerika sepse Amerikës i duhet që të jetë sa më afër teatrit të lindjes largme. Dhe lindja e mesme është momenti më i afërt për lindjen e largme. Ju e dini forcimin gjithmonë më shumë të Kinës, daljen gjithmonë më shumë të Indis tashmë si fuqi rajonale, fuqizimin e Rusisë, dhe paradoks i madh është që me gjithë embargot e vazhdueshme, duket që ekonomia e tyre nuk është se po vuan, përveç se është militarizuar frikshëm, me këtë ka militarizuar dhe gjithë Europën,
Dhe nga ana tjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës si duhet prapë hapësirë në një vend ku ka burim energjie shumë të madh. Ju e dini që Dhe Irani është një vetë Irani që po flasim, po, ka 15% të depozitave të gazit botës dhe 10% të depozitave të naftës. Arabia Saudite ka supremaci më të madhe sepse është vendi më i madh. Pa çka se nafta sot duket sikur ka dalë nga rrjeshti i parë. Ka dalë nga moda, janë mineralet e rralla në krye. Patjetër. Por burimet e energjisë të kësaj hapësire janë të pamata. Dhe prandaj atyre do duhet vazhdimisht që të jenë atje. Unë duhet ndaja diçka me ju në projeksionet që ka bërë në fillim të viteve 90, një analist i jashtëzakonshëm politik që ka arritur edhe në Këshilltari i Sigurisë Kombëtare të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mos gaboj, Zbigniew Brzezinski. Ai e parashikonte ngritjen e Iranit në këtë lloj forme dhe sidomos fuqizimin e këtyre vendeve në një farë mënyrë për ta shtyrë influencën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse po krijohen gjithmonë më shumë konjunktura me fuqizimin e vendeve. Arabia Saudite tashmë është një vend i cili të themi po zhvillohet dhe është zhvilluar. Bagi India është ajo që Irani me atë që thuhet nga propaganda dhe që unë në mendimin tim mendoj që është shumë larg realitetit, është një vend shumë interesant për sa i përket zhvillimit vet. Dhe ata llogaritë me gjithë atë embargo që kanë prej vitesh, prapë ata funksionojnë sipas mënyrës së tyre dhe mbi të gjitha kanë arritur tashmë që uraniumin ta pasurojnë deri në 60%. Dhe të gjitha këto e bëjnë interesin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të jetë prezent në këtë hapësirë. Por besoj që pasardhësit e zotit Trump do arrin të kuptojnë diçka që kjo nuk bëhet me bomba, sepse kjo na tregoi që Irani jo vetëm nuk u godit atje ku duhej, por keni parasysh që Irani nuk është çudi që ta marrë atë pjesën e mbetur për të shkuar ke 90% që tashmë ta marrë të gatshme. Dhe ajo ishte pikpyetja më e madhe, zoti Andoni, edhe inteligjenca amerikane publikisht i tha presidentit amerikan Donald Trump se ato centrale bërthamore që u sulmuan nuk u asgjësua plotësisht programi i pasurimit me uranium, madje edhe ajo sasi e uraniumit nuk është prekur sepse nuk është evidentuar asnjë lloj rrjedhje në ato centrale. Ky është problemi më i madh nga humbja e autoritetit të njërës prej agjencive më me prestigj të OKB-s, që ishte agjencia bërthamore, IAEA. Ju dini që ata, me gjithë pretendimet, ata janë lejuar që të shkojnë në Iran, ndërkohë që për të njëjtat kërkesa që kanë bërë në Izrael, ata as nuk janë pranuar dhe Izraeli nuk e njeh fare autoritetin e saj. Madje as nuk e ka firmosur fare atë traktatin e mospërhapjes së armëve. Dhe në këtë asimetri të madhe unë besoj që janë interesa shumë të mëdha që do e bënin Iranin që të qëndrojë tillë. E para sepse ka një regjim dhe një status quo që duan ta mbajnë. Ashtu si ne flasim për Iranin, për Arabia Saudite është po ashtu një teokraci e frikshme. Dhe ju e mbani mend atë episodin me gazetarin ç'a bën, domethënë Turqi është e paimagjinueshme. Është e paimagjinueshme. Por mos thënë vendet e tjera, nuk është se ka ndonjë nivel demokracie që ishte vetëm Irani pjesa e të keqes. Pa çka se nga ana tjetër Irani është vërtetuar që ndihmon Houthit, kuptohet që ndihmon Hezbollahun sepse i duhet si fuqi potenciale. Por, po të jemi të sinqert, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mendimin tim në të ardhmen, s'do i duhet vetëm të harxojë siç po harxhon me Izraelin, po do i duhet shumë që të bashkëpunojë me këto vende. E para sepse për shkak me Iranin që pretendoi që e njoh, rrënjët e miqësisë së tyre janë aq të thella, Shtetet e Bashkuara me Iranin, sa unë besoj nuk është e largët dita që këto dy vende kanë për të bashkëpunuar jashtëzakonisht shumë për të ardhmen. Para 79-s kanë qenë partnerët kryesor tregtar, jo vetëm Shtetet e Bashkuara, por gjithashtu edhe Izraeli. Dhe në këtë linjë, zoti Andoni, mund të ishte një farë objektivi kryesor, patjetër ishte asgjësimi i aktivitetit bërthamor, por mund të ishte
një objektiv deri diku i mundshëm edhe ndryshimi i regjimit, pavarësisht se ndryshimi duhet vinë nga brenda, por një shtys mund ta marrë edhe nga jashtë. Unë besoj që kjo është thjesht nga këto kazuset që krijohen tash. Sepse siç u thash, nuk ka më vend antidemokratik sa që është Kina, po. Nuk ka vend më antidemokratik sa që është Korea e Veriut, se Kina gjithsesi ka futur element demokracie dhe ka për një shartim kapitalizmin me komunizmin. Po Korea e Veriut është çfarë them, është shembulli më i keq se si ti mund të menaxhosh një vend dhe ta mbash të shtypur, dhe njerëzit që kanë dalë nga ky vend tregojnë histori gati të pabesueshme për atë vend. Dhe nga ana tjetër, nuk është detyrë e vendeve si për shembull vendeve të fuqishme që të ndryshojnë regjime. Ato mund të ndihmojnë disidencën, mund të ndihmojnë elemente të ndryshëm, por nuk mund të ndërhyjnë direkt në këto lloj regjimesh. E para sepse krijojnë vakume, dhe një vakum i tillë është krijuar tashmë në Libi. Po. Një vakum i tillë është krijuar në Siri, një vakum i tillë është krijuar në Irak, e tjera e tjera. Dhe prandaj bota, në vend që të nxjerrim mësim, dhe mua më vjen keq ta them, bota po militarizohet frikshëm. Në një sens që jo vetëm logjika nuk e pranon, po logjika ekonomike nuk e mban më. Megjithatë, zoti Trump në problematikën e vet shumë të madhe, duket se po e çon botën në një drejtim i cili uroi të paktën gjatë mandatit të tij mos të shkojë në zgrip të ekzistencës. Ai pretendon madje edhe për çmimin Nobel të paqes, kështu që në bazë deklaratave duhet ndodhe kundërta. Po. Nuk e besoj, po në momentin që çmimi i paqes do jepesh zotit Trump, më besoni që historia e Nobelit do mbaronte. Jo vetëm për paqen, që është ka ngelur akoma, ka pak prestigj, por edhe për gjitha fushat e tjera. Do bëhesh një çmim fare i rëndomt, besoj, dhe uroj që mos ta rinë ta bëjnë këtë, se sot çfarë nuk bëhet. Çfarë nuk po ndodh. Zoti Andoni, të kalojmë tek samiti i NATO-s që u zhvillua ditën e dieshme, dita e parë, por gjithashtu edhe sot vijojnë diskutimet. Tema kryesore përveç konfliktit midis Izraelit dhe Iranit, ku Donald Trump shkoi aty si triumfator për sa i përket kësaj çështje, madje sapo zbriti nga Air Force One, vendosi një kapele të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çështja tjetër është kërcënimi i Rusisë, lufta midis Rusisë dhe Ukrainës, por për të mbrojtur pikërisht nga ky agresion, nevojiten që shpenzimet e secilit vend antar, duke përfshirë edhe Shqipërinë, të rriten në 5% prodhimit të brendshëm bruto. Mund themi që po ndryshojnë edhe balancat globale, influencat? Absolutisht. Por po të shikosh me kujdes paktën në burimet ruse, kur thonë, të militarizim të Europës, ata që së ndisin e para për shkak të forcës tyre, po e dyta edhe për atë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk pretendohet që do jenë më kaq të afërt me Europën, siç pretendohet. Dhe shqetësim i madh për neve tashmë si kontinent, po për Shqipërinë është që ju e dini nga logjika ekonomike, që të kalosh nga 2% që GDP-s në 5%, ti duhet të presh shpenzime shumë të mëdha. Megjithatë është lënë një afat 10 vjeçar deri në 2036. Mirë, po keni parasysh me projeksionet që kemi në si vend, me uljen e fuqisë punëtore, mos induktimin më të gjakut të rinë punë, shfrytëzimin pa kriter të resurseve, mungesën e investimeve realisht të mëdha, të huaja, të qëndrueshme, sepse mund të kesh investime të mëdha por që nuk zgjasin shumë. Patjetër që ti do kërkosh që këtë 2% të arrisësh nga burimet e brendshme, që do të thotë të presësh arsimin, të presësh shërbimet sociale që ne dhe kaq i kemi në zgrip, i kemi katastrofë dhe të tjera,
Në mendimin tim, të gjitha po japim fuqi dhe e ardhme e Europës është e ardhme e të djathtas ekstreme. Po ushqen gjithmonë më shumë? Patjetër, do gjenë hapësirën që në momentin që njerëzit nuk do e kenë, do kenë probleme me arsimin, do kenë probleme me shëndetësinë, do kenë probleme tjera. Për këtij 5% që i kërkohet të arrisi në mënyrë të imponuar, besoj do rritet retorika e tyre dhe në disa vende është parë në Francë, është parë në Hollandë, është parë në Gjermani. Domethënë këto janë vendet që trondin në Europën, përse vendet e tjera nuk është se ngren ndonjë peshë. Në Austri prap është parë kjo forcë. Unë mendoj, duke parë Shqipërinë që ne kemi shumë të sforcuar. Unë mendoj që zoti Rama përpara se t'japi fjalën ose të bëj premtime ose të qëndisi Europën, duhet bëj forume me njerëz të ekonomisë shqiptare, të cilët besoj që do ja shpjegojnë shumë mirë mënyrën se si mund të arrisin këtë, por që do jetë shumë e vështirë 5% me kapacitetet e vendit tonë. Dhe jo për Shqipërinë, po madje edhe për vende që janë në G7, për shembull si Italia edhe Italia, Kanadaja, Spanja ishin vende që ishin më afër 1%-shit se sa 2%-shit. Shqipëria gjithsesi në 2024 e plotësoi, arriti 2%-shin shpenzime në ushtri, në pjesën më të madhe për shkak të investimeve që u bën një pjesë nga qeveria jonë, një pjesë nga Aleanca në bazën ushtarake të Kuçovës. Zoti Andoni, në këndvështrimin tuaj, roli i Rusisë, konflikti midis Rusisë dhe Ukrainës, sepse në samit ishte presidenti i Ukrainës Zelenski, u diskutua patjetër. Mendoni se kur kanë kaluar tashmë 3 vite nga ky konflikt, mendoni se edhe ky konflikt mbase po shkon drejt shuarjes, pavarësisht se sulmet kanë qenë shumë intensive gjatë konfliktit Izrael-Iran, mbase vëmendja u zhvendos andej dhe këtej vijonin sulmet? Unë besoj që do ngelet një lloj cejtnote, sepse ju e dini që Rusia nuk do të lëshojë më zonat e pushtuara. Dhe ju e dini para disa ditësh deklaratën e zotit Trump, zotit Putin që tha ti ku shkel këmba ushtarit rus është tokë ruse. Sepse rusët janë pjesë e shkollave të vjetra, e doktrinave të vjetra, që çdo gjë bëhet me këmbësorin. Atje ku hyn ushtari, atje ku pushtohet, ka marrë fund. Dhe prandaj po mendoj që Ukrainës i duhet ta zgjasë sa më shumë në mënyrë që të gjehet një konjunktur nga zoti Trump dhe aleatët, por nuk e besoj me këtë vështirësi shumë të madhe të diskursit që bëhet nga Europa dhe sidomos përpjekja e tyre që vazhdojnë të thonë që Ukraina do jetë pjesë e NATO-s. Në një farë mënyrë duket sikur tashmë të gjithë e duan një konfrontim shumë më të madh me Rusinë. Prandaj lufta nuk besoj që do ndalet shpejt, por uroj të paktën ajo pjesë e luftës hibride të shtohet dhe të ketë sa më pak dëme tek individët. Ashtu siç shpresoj që Ukraina mos të privohet më nga hapësira toke, sepse me çfarë shikoj është një vend që po lodhet nga lufta dhe nuk kanë faj. Nuk kanë faj, domethënë Rusia e ka pjesë të taktikës së saj ushtarake, që i zgjat luftrat pafund në mënyrë që ta dobësoj, ta shkatroj një vend fare. Dhe ju e dini që ata as nuk e llogarisin Ukrainën fare, thonë Ukraina është Rusi. Paçka se ka një paradoks shumë të madh që kisha autoqefalja ruse është formuar në Ukrainë. Zoti Andoni, rajoni i Ballkanit, e kemi prezencën e NATO-s, prezencën e Shteteve të Bashkuara, Shqipëria, Malizi, Maqedonia e Veriut janë vende anëtare, në Kosovë është prezenca e NATO-s, siç e thamë është ndërtuar baza ushtarake e Kuçovës, baza ajrore, do ndërtohet edhe porti, sikurse deklaroi dje kryeministri Rama, porti i NATO-s ngjitur me portin tregtar i cili po ndërtohet i ri në Vlorë. Në Durrës, më falni, shikoni ndonjë shkëndijë mundshme për shkak të këtyre zhvillimeve gjeopolitike që mund të ketë incidente, mund të ketë rindezje të konflikteve në Ballkan, sidomos Serbi, Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë?
Jo, unë mendoj që më shumë është vetë afrimi i Shqipërisë. Problemi më i madh është i asaj që zyrtarë të ndryshëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës tregojnë që Amerika nuk është më interesuar për rajonin tonë siç ishte më përpara. Shikoj zbutje të gjuhës së tyre ndaj Serbisë, ndërkohë që lajm i mirë të paktën dhe inkurajues ka qenë lajmi i shtyrjes ende të titullit ekzekutiv që bën fjalë për korrupsionin, Po. për individët e penalizuar, që edhe ne kemi një listë tonë, dhe nga ana tjetër, një lloj lajmi mirë është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet familjes së zotit Trump kanë ca interesa biznesi në hapësirën tonë. Në Beograd ka një objekt Po. të jashtëzakonshëm historik dhe që ka dy vlera. E para, vlerën që ata e ruanin si pjesë të kujtesës së luftës, nga që është bombarduar shtatmadhuria serbe. Dhe dyta, për shkak të njerëz prej, të themi, pjesës arkitekturës socialiste të pas viteve 50. Dhe asaj e gjithë kjo trashëgimi tashme i është lënë në dorë Pinollit, jo Pinollit, i është lënë dhëndrit të zotit Trump, Po. ashtu si Kushner. ishulli tek ne që në mendimin tim ai është për shkak të strategjisë së sigurisë, ai ishull duhet të ishte pjesë e ushtrisë, ajo do e përdori familja Trump. Ka qenë e lakmuar nga të gjitha shtetet si pikë strategjike ushtarake. Po, ka qenë edhe besoj që do mbetet, sepse është një pikë e cila kontrollon në Adriatikun. Dhe gjitha këto bëjnë edhe diskursin që bën e pak më përpara disi të çuditshëm, se ti kërkon armatim, ti kërkon kujdes, dhe ndërkohë ti jep pikat strategjike ti i shndron. Dhe kjo e para nuk na llogarisin fare si vende, dhe e dyta duket që ne në këtë teatr të madh jemi thjesht, ne nuk jemi më as të themi figurant. Ne jemi thjesht disa objekte të butaforisë së përgjithshme. Dhe kjo është shqetësimi më i madh që duhet na prekë gjithë. Por në pyetjen që ju shtroni me kujdes, unë shikoj që rreziku nga Serbia është evident. Është evident për shkak të forcimit të jashtëzakonshëm të tyre, e para. E dyta, për shkak sepse ata në gjithë narracionin e tyre nuk e njohin Kosovën, dhe madje shikohet që edhe në këtë pjesën e integrimit evropian ata po bëjnë çmos me të drejtën ndërkombëtare, që mos të përfshihet çështja e Kosovës fare dhe ke dosja finale e tyre, kapitulli final që është 35-a, ku ata duhet njohin Kosovën. Dhe ky është shqetësim shumë i madh, që ardhmja e Kosovës është gjithmonë e më e paqartë, e para prej vetë kosovarëve që nuk po din ta menaxhojnë Kosovën. Kanë 35 mbledhje që nuk konstituojnë dot kuvendin, plot 35. Po, e dyta pasaj prej vetë Serbisë që duhet ta pranojmë dhe ne, e quajnë pjesë integrale të tyre. Zoti Andoni, shkurtimisht edhe një pyetje në lidhje me rolin e Kinës në këto ndryshime globale që po bëhen, por specifikisht në një farë distance që ka ruajtur thjesht duke bërë thirrje për qetësi, për paqe, për anëpushim në konfliktin midis Izraelit dhe Iranit. Është pjesë e politikës saj. Kina gjithmonë është munduar që mos të futet në luftra, por me çfarë shikohet edhe ata janë shumë të rrezikshëm tashmë për interesat që kanë ndaj Tajvanit. Besoj që ata do jenë çrregullim i ri i botës, besoj ata do krijojnë incidente në Tajvan. Ndërsa për sa i përket luftës, kam parë që ata kanë qenë më të kënaqurit sepse u intereson që dobësimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës, dobësimi moral mbi të gjitha, sepse Kina luan shumë me atribute morale, dhe nga ana tjetër, edhe qëndësia afër Iranit sipas kushteve të tyre për t'i asistuar. Gjoja si me kujdes dhe të tjera, por Kina është përfshirë edhe në marrëdhënie të ndryshme në lindjen e mesme,
duke dashur të bëj rolin e vendit i cili krijon paqe e të tjera. Dhe kuptohet, këto vende kanë interes se para se kanë shumë afër Kinën. E dyta është një treg jashtëzakonisht i madh, është treg në zhvillim të jashtëzakonshëm. Po e treta që është më e rëndësishme është që ky treg me ciklet e veta, sado që mund të kaloj edhe në pjesë recensione e kështu, prap e ka fuqinë dhe kapacitetet të rritet sërish dhe këto vende kanë nevojë që energji siç kanë vende si Kina t'i çoj përpara. Dhe Kina ka treguar që tashmë është fuqia e tretë e botës dhe është një vend i cili me atë retorikën e politikës së butë, me qetësinë, me mos hapin rrugë siç bëri me Amerikën, me tarifa dhe të tjera, në një farë mënyrë jep edhe një lloj sigurie për botën që u thotë që tashmë keni edhe një alternativë tjetër. Për fatin e keq, ishte një gjë që bota duhet ta kishte sa më larg këtë dhe duhet kishte si pol Europën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por me çfarë duket kontinenti jon tani është në zgrip të mundësive të veta dhe para një paqartësie realisht të frikshme. Zoti Andoni, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë mbar.